Turqia po e konsolidon pozitën e saj si ndërmjetëse globale e paqes, jo vetëm duke pritur takime diplomatike, por duke drejtuar historinë. Turqia do të ndërmjetësoj bisedimet midis Rusisë dhe Ukrainës në Istanbul, që mund të çojnë në një epilog të rëndësishëm. Kjo është hera e parë që nga viti 2022 që delegacionet e këtyre vendeve do të takohen kok më kok. Përpara bisedimeve, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski arriti në Ankara për të takuar presidentin Recep Tayyip Erdogan. Ndërkohë në Antalya, ministrat e jashtëm dhe personalitete nga vendet e NATO-s po marrin pjesë në një summit jo formal. Temat kryesore përfshin luftën Ukrainë-Rusi, sanksionet ndaj Rusisë, luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza dhe marrëdhëniet me Sirinë. Në prapasken, bisedime midis Tyrkisë, SBA-s dhe Sirisë. Sekretari i shtetit të SBA-s, Marco Rubio, pritet të takohet me ministrin e jashtëm të Sirisë. Takimi i parë në gati 15 vjet, të cilën ministri i jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan e quajti një mundësi historike. Dhe kjo nuk është e gjitha. Irani dhe BE-ja do të takohen në Istanbul më 16 maj për të ringjallur bisedimet bërthamore. Presidenti i SBA-s Donald Trump po ashtu shprehu qëllimet e tij për të vizituar Turqien. Nga Ukraina në Siri, nga Irani në NATO, konflikte dhe çështjet më komplekse të botës po ndërmjetësohen në Turqi. Këto mund të formësojnë kapitullin e ardhshëm të diplomacisë globale.